Po kjo është histori e një sage tjetër. Kjo histori e prek secilin nga ju. I prek edhe ata atje. Kjo është historia që kur nuk mbaron. Drive Me Crazy në Klam Radio dhe KTV. Përshëndetje gjithëve, përshëndetje nga Klam Radio. Jeni me edicionin e lajmeve qendrore. Jo po, me Drive Me Crazy. Me më pjonën edhe cipin. Kështu e regullu me jeta, Minimax, me këtë sakon. Si për lajme unë bona sot. Uroj që keni pas ditën e mirë sot. Edhe java ka nis mirë që nga e hëna. Sot jemi me edicionin e tretë për këtë javë, duke shpresu që dita ka qenë e mirë për juve. Ka me qenë një javë e mrekullueshme përpara. Edhe pse po presim javën tjetër dikur me u rregullu temperaturat, me u stabilizu pak, edhe pse tash po shkojmë drejt dimrit, nuk pritet më mirë. Po pak më but. Kena përpara edhe një javë tjetër që mundemi, domethënë me rreziku me dalë. Minus po shkojnë temperaturat, është ftohtë, kështu që kujdes ju lutem në komunikacion, sepse krejt ka lypim na për juve gjatë këtyre 2 orëve është edhe foto të komunikacionit, edhe përgjigje për temën si çdo ditë tjetër dhe informacionet ngjarjeve të fundit që ka ndodhur në krejt botën e KSHP me radhë. Sot kom nxjerr statistika as për gjë tjetër. Veç thuj mirë se erdhët edhe lëshoje këngën. Mirë se erdhët edhe Elvana Gjata Xhelos. Me bisedu për temën e ditës së sotme. Tema është kështu, 2 pika. Shqiptarët janë popull që ju e vazhdoni tutje. Çfarë populli? Shqiptarët janë popull që e vazhdoni tutje, mos të thojnë anana në përgjigje. Në 049978978 njëjti numër ku mund të më dërgoj edhe informata rreth komunikacionit. Para se m'ju tregu se ku janë pjesë më të ngarkuara ose me i prit telefonatat e para, unë po duam ju tregu juve që jeni në komunikacion këto momente se Petrol Company e ka një super ofertë në fushë Kosovë për klientët besnik atje. Për javën e klientëve keni me shumë me shku me marrë çmimin 1.16 dizelin për litër, kurse për shumicë dizelin e keni 1.12, e po ashtu edhe benzinën e keni 1.16 për litër. Për juve që keni me mbush ma shumë se 30 litra, ju bjen pak me prita. Dhe ne sot bon 30 litra, e keni kafën gratis të Petrol Company. Për me i pa pikat e tjera se si janë çmimet, ju mundeni me u bo pjesë e komunitetit në Viber në 04 në tek Petrol Company, se kështu e thonë numër. Ani thërni edhe këtu ja çojna linku, se zbot nami. Hajde. Kena numrat, kena numrat. Po mos zbot nami, ç'a telefonata e parë? Una. Tash okay. Jo, se do është aty me talon, po. Edhe nëse shini tu piku loti, mos mendoni që është për shkak temës ose na i përgjigje. Po thjesht. Jo. Nuk i di çka po ndodh me petanën temet. Loti nuk pikon veç hajt. Ana jam e majt po pikon sot, kështu që Loti nuk pikon veç hajt. Po thuaj që ka diçka në vedia. Ka diçka sa i Loti kur del më thonë është një me siguri nëse e këshyr thellë kështu. Çka është çfarë populli nana? Na popull shumë interesant. Nëse pikon Loti shumë shpesh me përgjigje. Ç'a telefonatën? Hajde po e presim telefonatën e parë. Përshëndetje. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje Sahet. Ajni mirë, shishene. Mirë, faleminderit. Shqiptarët janë popull që janë popull që janë tek, po dhe trima edhe punëtur. E para që shke se trima e kuptova? Tek, gjën tek. At hekt? Shqiptarët janë tek. Po vëlla. Se kanë hek se të gjellovit i ka se nuk se dërgoj. Shka i bjen lovi që ashtu është? U kuptu, s'ke qka të qaron aty, të hekt jena. Hajde sa i faleminderit. Po, vishmëndimet personale po i kërkojna. Hajde të përshëndesim, tong. Jo, se prita është o përgjigjet parë, po nejsen. Tash dikun ka gjysa, na i sen ashta. Tash ka me piku Loti. Po ja nisi me piku Loti, nejse. Për me ndreshmus me piku Lotin, pju tregoj që Enza Home ka ofertën, enda ato super ofertën për juve që doni me mobilu komplet shtëpin. Keni mundësi me dhom deje, dhom gjumi, dhom ngrënje dhe TV set për 3.699 euro të Enza Home që është Gjaklavis në kilometrin e 6 drejtim Ferizajt nga Prishtina. Enza Home Kosovë për juve që doni me i pa këtu oferta dhe përmes rrjeteve sociale, por jo vetëm këto. Po vinë mesazhe, po ju tregoj që mesazhet që po i dërgoni i lexojna veç pas orës 17. Do të thonë deri në orën 17 presim telefonata, pas orës 17 kemi lexuar mesazhet, kështu që kur na shuni mesazh se kanë për pse s'pe lexon atë në emision. Pjesën e dytë. Alo, përshëndetje, telefonata radhës. Kush na ka thirrë?
Alo. Hec emocional? Më thonë që ta ku jo pjanalja, se këta që janë do më thonë ata që na telefonojnë gjithmonë që i din rregullat, dhe kur po bojnë që si gabime unë po shfaq. Alo, përshëndetje. Alo, Viber, përshëndetje. Shko u bomore, apo mnin? Alo. Që përgjigja e pyetjes. Spedia është të mnis, se të kësha dita është të mnis, kësha dosh ma shumë. Përshëndetje edhe për ty, apë na të gjën? Sem të një kur gjashtim. Apo më të gjën që thashtë? Po. Po më vjen shumë mirë. Hajde, a ke po temën për shka po flasim? Po, popull besneki. Shqiptarët janë popull që nuk të prejnë bes, ha? Dhe vazhdojnë atë qështu. A bon? Okej, faleminderit Asman, po të përshëndesim shumë, kalofsh mirë e pas një pasditet mrekullueshme. E mirë edhe kjo. O bro. Pas ditës, pas ofertës gjithë që kena pas nga Neptuni, na është rikthyer kjo oferta tjetër për blerjen e pajisjeve montuese Bosch, kemi përfituar zbritje sipas numrit të produkteve që kemi i ble. Për shembull, nëse e bleni një produkt pajisje montuese Bosch, keni me marr 5% zbritje. Nëse i bleni 2, 10% zbritje. Nëse i bleni 3, 15 e kështu me radhë deri në 25% zbritje, pra deri në 25% zbritje deri në 5 produkte po i bjana. Kështu që shkoni deri me datën 31 dhjetor kjo ofertë vlen në Neptun. Neptunviskas.com është website online për mi pa krejt produktet, krejt ofertat, letushkat, çka do që keni nevojë përveç rrjeteve sociale, normal. Alo. Që është ka kërset, po me ditë ku me pranunës kisha dosh ma shumë, adin. Se po, ka fillu mu bloku Viber. Po, ka fillu mu bloku, kështu që keni shumë alet. Këta që janë Kosovë, që jetojnë Kosovë, mundoni mundësisht me na telefonu përmes numrit të telefonit, në telefon, do më thënë numrin ton, jon Viber, t'jalojnë a pak hapësirën këtyne që janë jashtë Kosovës në diasporë. Alo, përshëndetje, mirëvetje. Hajde mirëvete, përshëndetje, si e? Përshëndetje, mirë, faleminderit që jeni. Mirë, faleminderit. Shqiptarët janë popull që Shqiptarët janë popull që ne kemi trashëgimi kulturore, kemi admiromi në të botën, kemi shembull besnikërinë që kemi ndaj familjes, miqve, kemi mikpritjen, kemi respektin, kemi traditën, kemi... Shkove larë që da, shkove larë ti në almudikun? Na, ja nise i lahutër atë në shkrujt. Një, dy... Okej, ta apshesim që pak me fol pak për pozitivitet bre. Po bre se kena për shqiptarë. A di së sanet mira i kena na shqiptarë. Mirë që e boni me vetini për mbledhje. Mirë. Edhe për fund kisha me të kemi të bashkuar në rastin momente kur është të bë shembull momenti me ndihmu diçka të gjithë, edhe pse ndoshta ndonjëherë mundemi me qenë andej ose këndej, po gjithë jemi të bashkur në momentet. Jemi human, po. I kemi do me thonë këto që nuk i ka askush. Jemi human, e vërtet shumë. Faleminderit shumë për këtë super përmbledhje të shqiptarëve. Kalofsh mirë, ju përshëndes. Edhe na ty të shumë, kalofsh mirë. Kanë herë nuk po pajtohemi. Po ndodh diçka, kur po lexojmë diçka, kur po lojmë, kur bishojmë, për çata po mundona me ikë. Po na vërshojnë ato komentet negative që na shqiptarët janë ashtu jemi ashtu. Na shqiptarët janë popull që çuditum kanë herë. Po, jemi çudibërës. Po është mirë kanë herë më kujtu vetës që jemi të mirë, pavarësisht krejtve çka ndodhi, jemi të mirë. Më thal. Po, aty këtu diçka të keqe, po. Edhe përgjigje negative, diçka çka e kemi kështu si që për cilën njihemi, edhe ato nuk e përjashtojnë patjetër, po ju lutem sot pozitivitet. Ju lutem. IPCO qeni diçka pozitive. IPCO për 25 vjetor ne ka bo ofertën 25% zbritje në televizor Samsung dhe Philips. Është ofertë limituar, mundni me shku në dyqanet e IPCO për me marrë këtë informat. Këtu është një klient prima, keni mundësi me bo dhe pagesë me 24 këste. Përshoni mesazh që tu kryesisht si lexojna mesazhet, po s'qen ka rreth emisionit kur gjapëm ne rreth temës, veç po thot po duam ju përshëndet edhe ja ku nis me këqysh të emision se Robi e pas ka përmend shpesh na ka përmend ai po ka bosh me përmend normal edhe për së ka përmend po edhe shumë i po e përshëndesim nëse është tu na shikuese tu na dëgjoj dikun Robi nëse është letosh alo përshëndetje Viber. Alo, përshëndetje Cimi, si zakonisht të na herët Skendi. Ku je Skendi, si e si kalon? Përshëndetje të dyve në emision. Faleminderit, si edhe si kalon? Mirë, faleminderit Cimi, shumë mirë. Po më vjen mirë, Skendi?
A ke pa temën për çka po flasim? Po, kam qartë pyetjen. Hajde, shqiptarët janë popull që vazhdoje pra. Unë shpejt po vazhdoj për shkak të emisionit shumë të limituar, do të thotë shqiptarët për sa unë e di, dy gjëra i kanë të mira në veten e tyre, është që janë humanista dhe janë popull mikpritsa. Shqiptarët janë popull humanist. Më thonë që janë dhe shumë mikpritsa, popull me të vërtet këto nuk mund t'i mohoj askush shqiptarëve sepse jenë edhe mikpritsa shumë, po jenë edhe humanista në rastet veçanta kështu. Faleminderit, po të përshëndesim shumë, kalofsh mirë të fala Mitrovicës. Faleminderit shumë, respekt edhe juve, kalofshit mirë si të na herët. Faleminderit, si të na herët. Shumë mirë. Alo. Përshëndetje. Nga? Bahariu. Hajde Bahri, shqiptarët janë popull që? Shqiptarët janë popull i mirë, po shpërthejmë letë në raste konkrete kur të kemë shpërthejmë letë. Edhe nuk llogaritëm se çka del masanej. Shqiptarët janë popull që shpërthejnë letë. Le çështu, faleminderit. Hajde, kalofshim. Ciao, kalofshim. Hajde, faleminderit. Sakt, shkurt, mirë. Shpërthejnë për na? Leta? Sakt, shkurt, mirë, me gjitha këto janë edhe Pink Taxi 044 048 601 601 i keni krejt qytetin. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje Anisa. Shatë mirë. Para se mja njëse emision. Se Diana beson, s'besoj që na beson. Ndëgja. Ndëgja me kujdes. Apo me kujdes. Para se mja njëse emisionit, i thash Fionës. Më thonë 20 sekondat e fundit. A thua val, ku është Enisa që s'na ka telefonu me pas që u rikthy Fiona? Jo, e kom pa edhe këshirë se ju kom telefonu, po nuk më isha shumë me marrë lidhjen. Edhe Arsim seriozisht po qëlloj në rrugë edhe po shumë kolon. S'po guxoj me kap telefonin me do. Se s'po na kallëson për kolona? O ka është prej gjys 4 deri në gjys 5 ka është merë. Qashtu edhe të na është. Hajde e tregona, shqiptarët janë popull që? Nalmor të përshëndes Fionën, Fiona je mirë. Vishjavën e parë këna pas. Përgjigje një herë tani. Vishjavën e parë këna pas. Shqiptarët janë popull që din me jetu mirë. Që din me jetu jetën, bravo bre. Bravo. Din me jetu jetën kështu. 2 euro, 2 euro. Pak me ato çka kanë, po kënaqen din me jetu. 2 me 2 euro, me 2 euro kënaqen. Se tash na bu pak ma do shtrëngum se shtrejt, po këtu në herë. U kënaqe. Ja, dhe tash s'jena çfarë. Ne shpan ku, me kena ankesën kështu ma jeguaj. Unë ju përshëndes edhe ju përshëndes ty. Jo, po Fionën, po. Me qëra fjalat, përshëndes shumë Enis, faleminderit. Po mirë që je mirë. Gjithë mirat. Faleminderit shumë, faleminderit. Shoqësh. Nga Veterniku lart kolona, po shihet po kolonë gjatë nga Veterniku lart për miu qasë edhe në kalimin me vazhdu tutjet e rrethit duplex edhe rrethit me flamur. Pastaj e ngarkuar është pjesa nga fshati Shkabaj deri tek stacioni i autobusëve, dalja e autostradës në Fushë Kosovë me kolon, çasja për tek rrethi i Çaklavicës me kolon, rruga Agim Ramadani nga komuna drejt tek Udhkryqi i Menzës me kolon. Çe telefonata e radhës për juve. Bynja si pajisje që pip me të nal kur po nit. Hajde telefonata e radhës, bro. Hajde telefonata e radhës. Përshëndetje, ai nimi. Telefonata e radhës. Shukri Rëtkoceri nga Ferizaj përshëndet Arsimit, Fionën edhe diasporën. Po. Edhe diasporën, gati mu me ha në rrugë. Arsim, kështu pra, shqiptarët janë popull që veçohen, sa miliardi ka rusit të kësor, njerëz 4 miliardi gjysa, 5 miliardi. Populli shqiptar dallohet në një besa shqiptare është e njohën krejt popujt e botës. Njën në ndë. Populli shqiptar është një popull pozitiv, do më thënë populli civilizuar. Une e kom qekë shumë herë kështu. Jo shka pisher, kur ishte në tubimin ndërkombëtar për ta bombardue Serbien 1999. Mos vazhdo, mos më del që si sene. Mirë, është veç e vazhdojmë përgjigjen. Ai ka thonë populli shqiptar është i civilizuar para 3000 viteve, kur ne atëherë jetonim në përdroj. Joshka Fischer mundi me hi në internet. Respekte për Joshkën. Faleminderit shumë që na ke thirrë. Por çka ndodhi? Hajde pra ju përshëndet. Tu kalofsh mirë. Mos u del temës, mos u shka. Bombardime. 8 bilion, 8 i kumpu ka. Ha? Miliard, apo bien?
Billion, miliard, po, 8 miliard. Po, vazhdojshta me këshyrë, se disha, a ka orë, 7 e kum ditë, e kum po që aty kum vetë. Jena ashtu, përveç në Japoni atje s'pështohen. Ata e kanë standardet ndryshe. Në atjerë të pështohemi ka pak. I poshtë do video i këshin qitë, para me në që ka boj japonez, se s'muj pa e thonë. Di kur dalim me ambrell, kështu? Po. Kur dalim edhe dojna me hi, me një qendrë trektare. Nesa ata i kanë metrët, na s'kena, kështu kina pas qef, po si kena. I këshin bo do aparata me shku me shti, më thonë, pra? Me tatera? Jo, veç për mshelke, do me thonë që mos me pik rrugës, që me rëshit na i kush. Që ku ju shkon menja? Nejse. Te nas si qesë, nas ato shehet, kujdes se po. Por e po ta një ide tjetër, që kish ndodh me qadër. Po ata kanë qështu, kinez japonez kanë, për këta që lynë. Me qelë qadrën, valakun, shritojnë. Ahmet, që telefonata? Edhe qadrën kështu për mos me pikë. Qefi, së ne fulla me ato. Kur jena te inovacionet. Alo? Alo, përshëndetje. Hajde gek, si jem? Valloj cime më ka thos me që tha komunikacioni po bidet për dalë kam shku. Pse ajo në Prishtina? Ja, halo se morë që të në Gjermani po duhet. Po atje komunikacion në këtë kohë, po? Jo më çfarë. Ja, e njëta tha që ko? Ja, më të në masorës kadre gjysë ma veç. Qka, gjysore i keni krejta? Por na? Gjysore i keni krejt kështë komunikaciona? Rukë të gjallë. Allah musum ka rame për njës. Andështa veni ku jeton ti nuk është shumë i popullur. Veni ku jeton me në ka dhe është i qetë. Kufi me Austrin, po është i qetë, a moralisht ka rakor me pikëll, por pas kofi kur ti për kësë. Hajde gek, shqiptar ke popull që? Tima kur vi gjithmonë kam dalë din qytet se ka. Po mirë, shumë mirë. Që ato është edhe qëllimi i këtyre ndryshimeve më duket që po bën kryeqytet prej komunës, po nuk dhizet kërë për prej kodës Rima vdin Dardani më ardhë. Para më do sa Prishtina. Qysh dhe se të më reknaqësh, po qona në prej kodrës Rimave në kom, po shkoj dhe në Dardani. Po vjen qimi prej Arbris, këtu në Arbris. Prej Arbris në Arbris. 5 minuta në kom, 10 minuta me vetur. Që ka është largë e kom, po? Mire ka cima se para luftë, shumë rejtë, se më stim fjellë se po dolën pitet. Shqiptarët janë që po kur të bojnë bashkë, bojnë mrekullina. Kur bojnë bashkë, bojnë mrekulli. Hajtë, a kina i rast specifik në mendje? Po, mërë e këna blerë do tokë me marunin me ndërtu një gjamishtu për 3 javë dit i kena po parë. Në Gjermani? Po. Bravo, bre. Për 3 javë dit? Për 3 javë dit i më po parë. Sa ka qenë shumë apo du me dit? 1 milion arë. Seriozisht? 999.000 arë. Edhe sa njerës kanë marrë pjesë këtë farë? Realisht 10.000 njerës, po. 10.000 njerës e keni mëri gati 1 milion shenë. Po e kena mëri, e kena me donacione. E kena te kalu. E kena te kalu, realisht e kena me 20 e kena kontratën me në shkru. Okej. Hajde gek, suksese. Heq kur gjë kalu është e mirë. Hajde tong. Edhe më staro mi ju tregu krejt aty në që i ke përmend në emision. Po e shojnë ata në YouTube, kjo javë që në tash në YouTube, atë dhe që është se kom foli edhe për juve mirë. Se shështu do të me bo, nese. Po dhe për 30. Komuniteti shqiptarëve jashtë. Nuk është, do me thonë, nuk ka ky rast, është ka shumë raste kur ka pas nevojë, shumë njerëz që kanë pas nevojë, edhe që kanë arritur, do me thonë, shumë një rast e maj mend kështu mirë, sepse kam qenë i futur brenda atij rasti, nëse zgaboj për 8 motor, dikun janë mbledh më shumë se 350.000 euro. Edhe kanë qenë rradh në për banka Prishtinë, të prit njerëz, do të thonë, është zgat edhe orari i punës në për banka për me shku njerëz me mujt me deponu. S'ka pas, shumë rrallë ka pas dikush i banking, vetëm një mundësi ka qenë për me shku me deponu pare, fizikisht edhe ka pas rradh njerëzve për me prit, për me mujt me deponu, dikun nëse s'gaboj 8 motor është maksimumi që ju mbohet po pare. E di për këtë për cilin rast e ki fjallin, sidomos kur vjen fjalla për smundje, dhe më thonë jemi jashtëzakonisht që bojna mrekulli brenda pak orëve, po uroj me pas sa ma pak si rastet tim. Si vegës okej, po kësi jo. Po kësi fare. Po shpresojmë që me mujt me undresh këtu, me u rregullu shëndetësia dhe me mujt krejt ato raste këtu me u shëru, pa pas nevojë për medalje jashtë e të tjera. Nese, kondicionerët Bruno janë kondicionerët që i kanë 5 vite garancion, që kanë efikasitet lartë groje ftoje, edhe kanë konsumin energjisë minimal. Kështu që nëse po vendosni për me bleni kondicioner Bruno që i gjeni kudo në Republikën e Kosovës. Alo, telefonata radhës. Po, përshëndetje, ha? Përshëndetje edhe për ty, kush na përshëndet? Ganiu këtu në Frankfurt si gjithmonë, atë?
Hajde Gani, si kalon? Mirë, shumë bukur, po na vje ka pak një kohë fresht edhe nga ta ka dimni. Po më vjen mirë edhe Fiona po të përshëndet familjarisht. Fiona e ka një respekt veçantë të gjithë dëgjuesve prej meje. Po, edhe për ty kjo e ka një respekt jashtëzakonshëm. Tregom, shqiptarët janë popull që raca jon është popull që duhet krenohemi ne i madh i vogël, çka jemi të gjithë të gjallë për shkak se askush s'është si ne, për në bazë të shumë vetive dhe shumë tradita dhe shumë sjelljeve dhe shumë gjanave, pa e numëru ato që ka defekte, ti ki defekte dhe në një shtëpi aty këtu, por si global që pëthojnë ta, na jemi të bazën e gotë mira. Shqiptarët janë popull që populli më i mrekullueshëm është se çdo popull rreth botës që na njeh neve na ka për lakmi, për milion, pa nuk është ajo që ka para 200 vitesh, ajo që ka po dokumentarin anglisë në përvishet e Kosovës, në viset e Shqipërisë, që ka një takim me Ali Pashtë e Pelenën e ka pas atje, dhe ne jemi popull që jemi me histori 3000 vjeçare të lashtë, jemi krenar që jemi shqiptar, jo pse jem na shqiptar, po pse na vet jem ashtu. Shumë faleminderit që na ke thirrë, po të përshëndesim shumë nëse mundeni përgjigjet kështu me i dhënë shpejta, se po më vjen keq tani edhe më ndërprej. Shqiptarët janë popull që edhe me vazhdueshit pjesën tjetër, për arsye të shumë telefonatave, edhe tani nuk po kena mundësi për me marr telefonata shumë, kështu që edhe ju mundsoni tjerëve për me dhënë mendim, pa hin histori, me vazhdu tutje, se s'po flasim për histori, na veç po doja me vazhdu. Shqiptarët janë popull që çuditin, që lexojnë libra, që jetojnë jetën, që e dojnë komunikacionin, që tjetra? Që e dojnë sheqerin. Hajde, alo. Përshëndetje, me kë po flasim? Sabriu, po gjithë. O, përshëndetje Sabri. Mirë se vjen edhe ti. Faleminderit, mirë të gjeta. A jeni mira? Mirë, faleminderit. Shqiptarët janë popull që ta japin zemrën. Zemrën, bre. Zemrën ta japin. Faleminderit. Ta natë mira të japin, më mas më om të ku ta shëgjë lik, ta jep edhe zemrën. Edhe heq kur gjë mos pasht zemrën. Se le pa ta on ta shëgjë. Diçka pa don se len, po zemrën, jo zemrën. Çka qëllon? Hajde më ndor. Çka qëllon? Po te po. Hajde Sabri, të përshëndesim, faleminderit. Edhe na ju përshëndesim, ju jeni më të mirë. Faleminderit edhe na ty. Vezët rejas janë vezët që kanë diellin brenda, janë vezë shqiptare, po që i gjeni kudo në Evropë, i keni 3 paketime për juve që konsumoni vezë rregullisht, edhe kur dilni me ble, kujdes çfarë vezë po bleni vezët rejas janë vezët shqiptare me diellin brenda. Alo, përshëndetje Viber. Përshëndetje Fiona. Ja, profesor, përshëndetje. Si kalon? Mirë, nuk është keq. Shëndeti mirë? Dikun. Në përton. Që thoj, po mirë, pa mirë është. Okej. Shqiptarët janë popull që? Shqiptarët janë popull që i duhen 3 kategori njerëzish. Budolt, gjinohat edhe gjenozët. Këto e kanë vërtetu kështu 100,000% nuk ka kush i marrë këto. Po Irani, këta jashtëzakonisht janë shumë tron. E vërtetu me kështu adis nuk e di që është mënyrë eksperimentale 100 herë kom shni në teste ka dalë gjithmonë njëjtë. Nuk ka. Edhe du me përfundu me një tregim se shqiptarët janë tregimet, lejse na rënove shumë e shpejto. Shqiptarët janë popull që nuk e dojnë nuk duan mes vetit, domthon i vetmi popull që nuk e duan njëri tjetrin. S'po vërteton Sami Frosherit në parlamentin turk e vestin e thonë Sami Bey se thonë dini bren histori. Mos më dini histori. Shumë shpejto. Hajde, s'ka të Sami. Ju shqiptarët kudo që t'jeni e bëni e mbesoni se të otën, ju duhin krejt, kudo që t'jeni në Turqi, në Arabi, gjithandej në Evropë, domthon e jepni lezet nes, jeni shumë tomë ladin kështu. Thot jena se janë po më i vjetër në botë, i thot aty në Turqë ai. Po thot po mirë bre, po atje në Shqipëri thot dikush nuk e qenë mirë thot. Ton ku jeni si në luftë mes vetë, atë. Se na thot jo i thot ky Samia thot na jena sikur krypa. Domthon ju jeni gjella na jena krypa, i qesëm kryp çdo gjellë edhe ne ishim domthon çdo jemek apo na ditur. Po. Shqiptarët janë popull që janë si krypa. Lema që shto. Lema që shto. Tani këto historina ti kena lezu po.
thash ta them edhe përfundimin një fjalë, që thotë pse ju s'peçani mirë për mes vetë aty në Shqipëri, thotë po kryp me kryp, i thotë President Bey. Span kryp me kryp. Po e kuptova naj. Se janë me kallzu me krypën, e ditëm ku beçati. Veç mos na kallzoni histori. Mundoni domethënë veç me dhon përgjigjen as pi u vesim pse as qysh as pekas. Kush ka thon? Po. Ju deni kështu veç godet në të vani. Çelni telefonat tani për shkoj. Me elaboru pak. Çello ngorni mesazhi mirë. Mund të më lezu. Shqiptarët janë popull që pin kafe shumë, po bre pina kafe dhe i kena kafet më të mirat. Që bojnë kafen më të mirë. Më të mirën e bojnë në botë. Po. Bravo. Çe telefonat atje. Alo. Shqiptarët janë që hanë shumë të mlërez. Bravo, Bramet. E vërtet. Edhe bojnë të mirë, besa. Bile mu knaq, krejt mu shkri. Ahmet, a ki me shtu t'i qka përveç të mlërizit? Se kena me shku në Albi për pak. Po të regoj, na jemi një popull shumë i mirë që e mojmë fjallën edhe mojmë besën. Okej, të fjallës edhe të besën. Unë qashtu e di, fjallën po edhe besën po, unë me fjallën, për para e kanë lënë besën që tash me fjallën, po ka pak atë taktuk, po që tash na... Dikush po qëtë ma shumë krype, dikush pe prish gjellën ka pak, po... Qesin kryp shumë? Qesin kryp shumë. Faleminderit Ahmet. Përshëndesim. Se me dhonë një përshëndes ju. Hajde faleminderit. Po kur po ndodh thani diçka e keqe, po thojna na fjallës nuk jena as të besës, nuk jena as të kësaj, as të asaj, krejti gjujna në ujë. A shkojna shpejt e shpejt në Albi Mall, telefonatas që jëndet presin. Kena pun pak edhe në Ruben edhe në Albi, kështu që shimi pas pak. Kamën e shova çfarë. Po Elvanën edhe një herë. Po Elçoj edhe një herë, s'është problem. Po Elçoj edhe një herë, bëj fillimin e fundit. Edhe konga mirë. Komuni i prit se po duhet me kallzu për derivate. Po konga ishte mirë dhe ai djali po kënaqë shumë mirë. Për më pëlqej. Po duam ju tregu që Petrol Company për rastin e javës klientëve në fushë Kosovë e keni super mundësi për më shku mirë mbush makinat me derivate edhe ato litrën e dizelit e keni për vetëm 1.16, gjithashtu edhe benzinën 1.16, ndërsa me shumicë e keni 1.12 litrën e dizelit. Për çdo blerje mbi 30 euro e merrni edhe një kafe. Thoni apo në çat kafe pi shtëpisë që na keni thënë. Kjo mbi 30 euro, ai vjen më kon shumicë. Po, jo, 30 euro, s'është shumicë. 100 litra tutje mund të më kon shumicë, ose për 30 euro s'është më gjë. Apo kupton? Petrol Company, e keni edhe mundësim për me u bogën grop aty me u fut në grop Petrol Company për me i mësu çmimet edhe për pikat e tjera. Para se me i marr telefonatat, po shihet çastja për të rrethi i Çaglavicës me kolon nga lart Vetërnikut, nga Albi Mall tutje, rrethi me flamur rrethi i spitalit me kolon, rruga Kim Ramadani e ngarkuar nga udhkyqi Menzës për te komuna dhe ana Sjelltas deri tek udhkyqi Menzës, rruga ose yla në Prishtinë nga kazerma Demi Ashari deri tek salla 1 tetori është pjesë e ngarkuar me kolon. Alo, përshëndetje Viber. Alo, përshëndetje Sima. Kush na përshëndet? Naki nga Stockholmi. Si e Naki? Mirë, faleminderit. Jo si ma përmeni Stockholmi në ndel me njerë Milaibi. Është interesanta, me njerë ndel aj. Zdiv se. Mos e me ndat, ose aj nuk jeton të s'ka lidhje më rëvë, shumë i mirë është dhe që po thomë ndel, zdiv se kam e taj Stockholmi. Hajde, shqiptarët janë popull që? Shqiptarët janë popull të punës dhe të besës. Shqiptarët janë popull i punës. Vërtet është se ku dalim e bojna mirë, punojna. Ja krejt thanë 5 ditë javës këshim punu, ose edhe ma shumë bile. Edhe 7 kena pas për ka pas për kesa, po. Okej, Naki. Fiona, unë të përshëndes e mirë se u ktheve. Edhe unë ty të përshëndes shumë e dashur, faleminderit. Kale u shkryt mirë, një punë të barit pa lodh shumë. Faleminderit shumë. Na mu lodh heq, me u knaq po, a mu lodh heq. Për që ata jem shqiptar popull i mirë, i punës dhe i besës. E vërtet, edhe është mirë me gjetë knacinin punë. Ka njerë edhe s'na pëlqen, s'na përmbush, po është mirë me gjetë atë anën pozitive, që të me
kuadër. Unë për veten time, unë e them jam krenare që jam shqiptare, edhe që jetoj që 35 vite në Suedi, këto veç e ndi veten shqiptare e vërtet kështu. Edhe duhet me qenë. Faleminderit shumë, të përshëndesim. Ju përshëndes. Ju pas ka marr malli me formë. Ka të lexuar bre? Jo, ke të lexuar kështu diçka. Në pjesën e dytë këti thojnë këtu. Okej, po për ata që s'na kanë dëgjuar ose se kanë pa lajmin sim. IKSHPK e ka dhënë dritën e gjelbërt për përdorimin e ujit për pije. Për ato lagje që janë furnizuar nga Badovci, kështu që është në rregull, gjithçka është në rregull nga testimet e fundit, kështu që mundeni me vazhdu me jetu jetën pa bidona, pa shishe. Valla me ujë rrugove ka cillna. Që do e kam? Ka qenë shpëtim për këto ditë sa ka zgjat kjo farë puna e testimit edhe ndërprerjes së ndërprerjes ka pas, po nuk ka nguxuar me konsumu. Kështu që tash jeni të lirë. Kanë në ra nivelet e manganit, kështu që it's okay. E për ndryshe për juve zonja Zonjusha, mos harroni me shku në Swiss Diamond Hotel, sepse ka një super ofertë për juve që bëni abonim 6 mujor, keni me pas 30% zbritje. E përveç spas mrekullueshme atje, ju mundeni me shku edhe me rezervu në ato sallat, me i rezervu sallat, me bona event mirë, se i kanë të sallat mrekullueshme. 038220000 është numri i telefonit për Swiss Diamond Hotel Prishtina për secilën pyetje që e keni. Se po qesh është jashtë fef. Veç, as bona? Do më thoni para menuve dhe ti ato spatë mrekullueshme, ha? Okej. E kom përjetu një herë masazhin aty dhe jam kënaq. I kanë ato nejse. Ani tash këto kote ftofta kënaqet njëri. Alo. Alo, përshëndetje. Kush na përshëndet? Nga Zëndi Islami. Gazi si kalon? Një vandje, jo ai një vandje. Si ka shku dita sot mirë? Mirë shumë. Po vjen mirë. Mirë. Sa është to fres. Shqiptarët janë popull që ankohen për motë. Janë popull që vetëm sunrrin e bashkë nuk po i bojnë. Okej, faleminderit shumë. Hajde mirë po. Ton kalofsh mirë që sa mirë. Hajde që tjetra. Po krypa, çfarë tjetra? Alo, përshëndetje. Alo. Përshëndetje. A më na dëgjon? Po dëgjon shumë mirë. Shumë mirë dëgjojke. Nëse pa probleme ndonjëherë. Verona. Okej, çë tjetra? Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, kush telefonon? Alo. Po, e di që e ti, po ndalje televizorin, t'lutem. Idrizi. Hajde Idriz, ndalje azonin televizorit, t'lutem. Po, shqiptarit dhe që dojnë pasullin mas shumë, të bëllim në mësh, zdin mu një hesh, edhe flijat. Faleminderit Idriz. Shumë e mirë. Jem popull që e dojnë pasullin. Ke po ta përzina pasullin me gullash. Do më thonë jena i vetëm i popull që e përzina. Ka na i mesatare që unë zjena sa herë njavës në mu i konsumohet pasulli. Varet që është shmimi mishit. Do më thonë se me konë shmimi mishit pak ma lirë. Po, si barabat për shkojnë. Unë me edhe... Po gjasi ofër janë me shmim. Pasulli me mish brenda. Po ta shtaron në pak intensiteti i përgatitjes dhe konsumimit të pasullit. Se një herë njavë gjystysh ka qenë, mos ma shumë. Po, e në mirë për rutinë. Nështë ta 2 herë njavë, një herë me mish, një herë pa mish, ta është varët. Alo. Alo, përshëndetje. Kush na përshëndet? Sara. Sara, nga na telefonon? Nga Vustria. Sara, se në pizoni do që është se këqyri Fiona. Shqiptarët janë popull që? Hade Sara, shkrepe. Jo, Sara s'kena kënë prit. Hajde telefonata tjetër, përshëndetje. Te me nëna do pak. Alo, telefonata. S'po mujmi kuptu ka njëra, kam probleme teknike? Jo, s'kam probleme. Më thonë veç koncentrohen atje që ka në kur të merë një lidin, koncentrohen në telefon. Na dëgjojnë edhe përmes televizorit. Alo. Shmushi. Shqiptarët janë popull që? Janë rasa më e mirë njerëzore. Populli ma i mirë në botë, po thua, po. Po që ashtu ta një fshat mirë. Ma nesh në krasi me shaka lujt. Shumë, faleminderit që na ke thirrë. Se spikujtojna që do ka njera, din për jepëm do kritika ma shumë se që duhet, po spikujtojna pa kalumen, po folëm na për kësi qa ke krype, për kësi sane, po nuk pe paramendojna që këto është hjek për buk. A po kuptan, s'ka pos ko me shku në shkollë, kur s'kam pos buk me hangër. Nese, që tjetra? Alo. Alo, Mirgita. Përshëndetje, me kë po flasim? Me Mergimen. Hajde Mergim, çka mendon ti? Shqiptarët janë popull që? Që
e kanë besën, e kanë fjallën, janë shumë popull i mirë, po e kanë një të keqe më të madhe se të mirët. E u lejnë që shoqin që jam mbrejnë ma shumë. Kjo të pengon, a? Po. Okej, faleminderit, përshëndes. Edhe unë ju përshëndes. Hajde tung, mos u nxejtëm. Jo, s'po nxena, veç që tamam puna, s'ka shans po nxesh. Shqiptari o popull që nxet në çaj. Shqiptari ku prit, domethënë jo prej aty në përgjigjeve që shqiptari është popull që nxet në çaj. Termokosi këtu. Termokosi është na nxejon çaj, po edhe alkolla, nuk e di çka. Ç'e pa tani nai drejtori këto që jo atë sa ka nevojë këne anë. Po, Dardanive që jo mbon Dardani domethënë. Ai instalun në pjesë të vllaut qytetit, po jo gjithë po ndo. Me rëndësi që kanë filluar aty domethënë Dardani veç sa kimë shpenzu, se ja kum shkruani një mesazh. Është drejtori Fisnik Osmani apo është i Termokosit. E ja shkruava një mesazh thash, ka mundësi që të na arbri me vazhdu me zgatë dhe pak i thar punën e nxemjes se këtu ka shumë, mas atje s'ka hiç. Thash atë. Shpërndajeni pak, ju kret me një vend. Po, thash se e keni po domethënë shumë mirë këtu, pse mos më po atje. Ka besoj që kam me vazhdu. Kur kanë qenë vjet nëse s'ka bë instalimet janë bo? Vjet ju në shu dikur po më verë. Janë bo testimet, tash këtë vet ka fillu mirë. Po shpresojmë po me mujt me mbulu krejt qytetin se kualiteti jashtëzakonisht shumë mirë. Ose se tani energjia pe dini. Po pavarësisht instalimit dhe izolimit, domethënë ngrohtësia është në nivel. Jashtëzakonshme. Alo, përshëndetje. Shqiptarët janë çe. Alo. Alo, Viber, përshëndetje. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Seladini. Nga na telefonon? Si Gjermanis, përmanonit. Si edhe si kalon? Mirë, jo si jeni. Edhe Fiona ka probleme hunë, diçka se ti ko ke bloku pak. Jo, kom prapu pak, po... Po dhe, për shope, vrejene. Po të jo marë pri Kosovës, për sa ta zërë një grepe ko marë. Okej. Po që kjo gripi i Fionës, po thirët gripi i Fionës. Po nuk është grep, është prej të nxetit, seriozisht. A ditë që vishë po vjen kja se isha dojnë majit, në më thonë, po, krejt dimnin isha dojnë majit, vishë po vjen kja. Po, se kujtoj njerës të në më pas kanë dojnë ta. Hajde, tregojna shqiptarët janë popull që? Që ankohet ma shumë ti e ma shumë ti hargjitëm. A, për pare ki fjallë? Për pare, okej. Se mu ankohemi për gjithë shka? Jo, për pare, ankohem për gjithësi, po... Ankohem për ko, argjojna mas shumë ti ko. Mire ki, po më pëlqen, mire ki. Që se më shtine me menutë ashtë. Në spektrin e gjërë. Okej. Faleminderit që na ke thirr. Hajde, faleminderit për gjithë. Fala krejt shqiptarëve atje në Minhen, në Gjermani. Çe tjetra? Që shpjethojnë këta atje, Minhenit? Munchen glaba. Është një ekip diçka? Po, ka luajt Granit Xhaka nëse s'ka. Po, aty ka fillu ka luajt Granit Xhaka, pastaj ka luajt Arsenal tani këtu po. Okej. Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje nga? Nga Gjermania, po. Nga cili vend në Gjermani? O, për Minhenit, Gauting thire që zanë të ema. Edhe emrin të lutem? Ismet. Shqiptarit janë popull që? Që për çdo problem, për çdo punë, thonë s'ka problem, po kur të bëhet problemi mas se shtëpia tani thonë u bo. Qa me bo, u bo? E kena çdo? Po qa me bo? Po qa me bo? U krytash. A për se të në punë, për se të në fjallë, që të thush fjallën e pare kena, s'ka problem. S'ka problem. Ta kryon e këtë punë. Shqiptarit janë popull që krym punë. Bravo. Shqiptarit janë popull që ta gjejnë ma lirë. Shqiptarit janë popull që... Qëtoj pleqa, oj Fiono. Qëtoj pleqa. Faleminderit që na ke thirr. Hajde të përshëndesim. Hajde ju përshëndet. Përshëndetje për krejt shqiptarët atje. Shmirë, po, shqitojnë shtuforët e mira që. Tërja, shtukësor, përgjitja jote ke për shambull ato 3 parat kategori, që të ridiko ke pak si e sakt, po, të sami frashërit. Po, Ledja ato. Shqiptarët janë popull, po që ta gjojnë usën. Alo, përshëndetje. Ta gjon. Alo, përshëndetje. Përshëndetje dhe për ty kush na ka thirr? Blerona nga Prizreni. Blerona, si kalon? Mi faleminderit, unë edhe ma herët telefonova. Po ti telefonove ma herët, po nuk falshe? Jo, unë e fola, po ju nuk më dëgjut. Po qa me bo, kjo Fiona ja ka në zonë. A jemi mirë jo? Mirë jemi shnosh, jemi rahat, jemi shqiptarët janë popull që? Fiona si uroj mirësardhje në emision. Faleminderit shumë. Respekte. Shqiptarët janë populli më i mirë në botë, po ma shumë mirën edhe me thashë theme. Shqiptarët janë popull që mirën me thashë theme. Faleminderit shumë që na ke thirr.
Faleminderit. E pas një pasditë të mrekullueshme edhe të fola Prizrenit. Po ashtu dhe jo. Okej, faleminderit shumë. Punëve tuaja, domethënë mirë me punë të jashtme, po kupton. Me eksterior. Ai pebres shumë mërshën e i këshosha ka njerë, domethënë po nese. Këto zgjedhjet në Amerikë, po mi po ishin koncentru rapa den. Nese. Na prek edhe neve them, e kena një lidhje të ngushtë dhe emocionale. Kena meçe, kreta den, po. Kështu që dush me qenë i kuptueshëm edhe te. Jo, shumë i kuptueshëm, ama domethënë ata e kanë zgjedhën ato që e dojnë vet. Ke pak si Po isha muskan ndikim, ja nisa më shkoj kemenja dhe isha na kena mi ndiku. Po kena ndiku gjatë periudhës së luftës. Po, komuniteti shqiptar është i madh atje. Edhe tash ka ndikuar në zgjedhje, se i kum përcjell, domethënë do, po, i kum përcjell. Veç çka ka ndodhur me Kosovën ka pas ndikim shumë të madh edhe populli shqiptar aty, sidomos disa personazhe. Atje thonë. Po i them mbi emrin, po. Atje thonë këtij populli. Ata që i din. Atje thonë këtij populli natën e mirë deri nesër. Ka dale? Po. Okej. E mos harroni para se me undom me shku në Pro Max Store. E keni në magjistralin e parë, vjen për fush Kosovë me një anën e djathtë, është një dyqan jashtëzakonshëm, gjigant, edhe nuk besoj që keni shansa mos me e pa për shkak të dekorimeve të jashtëzakonshme që i kanë pjesën e jashtme. Edhe krejt dekoret çka keni nevojë për shtëpi, për banesë, për zyre, kudo qoftë, edhe për kompani të vlen kjo, me shku edhe me u furnizu atje, madje keni me pas dimese edhe për pjesën e dekorimit. Keni aty vajza edhe djemt të mrekullueshëm që ju asistojnë, që shkoni në Pro Max Store, plus keni zbritje. Tash mundesh me deri nesër ju mos harroni me po ato që doni me po gjithmonë, me jap shumë tash një paqe plot shëndet. Faleminderit edhe një herë që keni qenë me neve edhe për këtë pjesë të parë. Mos harroni me na dëgju edhe me na ndjek në glamradio.fm, ju që s'keni mundësi përmes frekuencave tona, e keni aplikacionin edhe platformën tonë. Përndryshe faleminderit shumë jetës, faleminderit Minimax, faleminderit Simi edhe krejt kolegëve në anën tjetër të ekranit në KTV. Tung deri nesër.